por faktet janë kokëforta. Situata e sigurisë dhe kriza e shkaktuar gjatë 2 viteve të fundit nuk na mundsoi të filmonim edhe brenda Gazës, pavarësisht se do doja shumë që të sillnim edhe pamje dhe rrëfime nga atje. Thjesht ishte e pamundur. Në të ardhmen shpresoj të vizitoj edhe Gazën edhe bregun perëndimor për të filmuar e shpalosur edhe atë kronik. Nuk jam gazetari vetëm që për momentin e ka të pamundur të futet aty. Janë edhe mediumet më të forta në rrafshin ndërkombëtar që nuk mund ta bëjnë një gjë të tillë. Por kjo nuk do të thotë se filmi që do ta ndjekim në vazhdimsi paraqet një përqasje selektive. Zonja o Zotri, ky nuk është misioni im. Dokumentari që do ndjekim është një kronik me materiale rrëfime autentike të luftës së fundit në Izrael, të cilat publiku duhet t'i shohë, por edhe ti